Çdo vit me 31 dhjetor njerëzit në mbar botën festojnë natën e vitit të ri, nata që ndan ditët e fundit të vitit për të sjellë agimin e vitit të ri kalendarik. Kjo festë mbar botërore është një ditë për t'i thënë lam të mirë të vjetrës, si dhe për përshëndetje për gjërat e reja që do të vinë. Virgjilja e vitit të ri në kalendarin gregorian i referohet mbrëmjes ose zakonisht të gjithë ditës së fundit të vitit 31 dhjetorit. Në shumë vende, nata e vitit të ri festohet me vallëzim, ngrënie, pije dhe hedhje fishek zjarresh, e njohur si dita e Shën Silvestrit. Virgjilja e vitit të ri është një nga festat më emocionuese të vitit. Disa vende si Filipinet dhe Letonia e festojnë natën e vitit të ri si një festë publike. Në Japoni është një festë qeveritare. Në vendet e tjera shumë biznese i lën punonjësit e tyre të lirë në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në festimet e tyre. Ka shumë arsye pse kultura të ndryshme konsiderojnë këtë ditë si një nga më të rëndësishmet e vitit. Jo vetëm sepse është një kohë festash dhe festimesh në mbar botën, por edhe sepse shihet si një pikë these e rëndësishme. Përveç se është një kohë për të reflektuar mbi vitin e kaluar, gjithashtu shërben për marrjen e zotimeve të reja. Shumë njerëz bëjnë premtime të vitit të ri. Megjithatë, nga anketimet është vënë re se vetëm 8% e njerëzve i arrin ato në të vërtetë. Sociologët thonë se në vend që të bëjnë premtime që nuk do t'i mbani, është mirë të vendosni 3 ose 4 qëllime. Ndarja e qëllimeve në hapa të zbatueshëm dhe rishikimi i progresit tuaj çdo ditë ndihmon në mbajtjen e tyre. Shumë qytete në të gjithë botën kanë përgatitur fishek zjarre, koncerte, numri mbrapsh dhe argëtime të tjera të ndryshme. Disa nga qytetet më të famshme për të festuar janë New Yorku, Sydney, Bangkok, Dubai, Cape Town, Londër, Paris dhe Las Vegas. Në Spanjë dhe në vende të tjera spanjisht folëse, është traditë të hash 12 kokra rushi gjatë numrimit të mbrapsht deri në mesnatë, duke simbolizuar shpresat për vitin e ri në të gjithë botën. Të hash çdo formë e një rrethi ose unaze simbolizon përmbushjen e rrethit dhe konsiderohet fati mirë.